vetëm pak orë para mbylljes së televotimit. Kurioziteti për të mësuar se kush do të largohet nga Big Brother VIP është tepër i lartë. Në rrjetet sociale janë hapur sondazhe të shumta ku publiku ka shprehur mendimin e tij mbi banorin që rrezikon më shumë largimin në këtë fazë të lojës. Sipas sondazheve paraprake, përqindjen më të lartë për të larguar e ka Rogerti, i cili kryeson listën me 18% të votave, duke u konsideruar aktualisht më i rrezikuari. Pas tij renditet Angelo me 16%, ndërsa Miri ndodhet në vendin e tretë me 14%, duke bërë garën me styre mjaft të fortë dhe të hapur deri në fund. Në zonën e mesme të rrezikut janë Artan me 12% dhe Kristi me 11%, banor që ende nuk mund të konsiderohen të sigurt, por as favorit për largim të menjëhershëm. Ndërkohë Gimbo 9%, Stenaldo 8%, Mal 6% dhe veçanërisht Mateo 4%. Duken më të qetë sipas këtyre sondazheve, me Mateon që rezulton më i sigurti për këtë javë. Po ju, kush mendoni se do të largohet këtë javë nga Big Brother VIP?